الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلندرم الله تبارك وتعالى صلاة والسلام إدرغويم pejgamberit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam, të dashur dhe shumë të respektuar vëllezër, me lejnë Allahut po vazhdojmë në shoqëri dhe në rrugtimin ton me emrat e bukur të Allahut te baraka wa taala. Për sot dhe kemi zgjedh një emër të bukur prej emrave të Allahut te baraka wa taala, e që të gjithë e dini, emri i bukur i Allahut As-Samad. Ndoshta çdo ditë e përmendim dhe e kujtojmë këtë emër të bukur të Allahut te baraka wa taala. Ky emër është përmend në një sure madhështore, të cilën sure pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka cilësuar si 1/3 e Kur'anit. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Nuk e kemi idenë sa fuqi të madhe edhe sa energji mundet me na dhuru ky emër i bukur i Allahut neve gjatë jetës tonë, në pothuajse gjitha sferat edhe momentet gjatë jetës tonë. Çfarë do lloj momenti dhe gjendje që ne mund ta përjetojmë, qofshin ato momente vështirësie, qofshin momente të rahatisë të komoditetit, as një krijesë në këtë botë, nuk mundet ndryshe vetëm se me pas varësi të vazhdueshme për Allahun te baraka wa taala, respektivisht për këtë emër. Çdo krijesë në këtë botë ka nevojë permanente, në çdo moment, në çdo kohë, në çdo gjendje, për fuqinë e të madhit Allah, për emrin e bukur të Allahut As-Samad. Është interesant, aq i fuqishëm dhe aq kuptim plot është ky emër i bukur i Allahut, aq i fuqishëm edhe përbërja prej këtyre 3 shkronjave, por edhe shqiptimi i këtij emri kërkon pak forcë. As-Samad, Samad, ju që dini me lexu Kur'an, Sad, mimi edhe dali, Samad, do të fullqit edhe goja edhe dhëmt një farloj mobilizimi për me shqiptu këtë emër të bukur të Allahut. Adin për shembull Rauf, Allahu është i butë, Ar-Rahim, është një farloj shqiptimi i natyrshëm, jo me ndonjë mundim, por As-Samad kërkon një farloj mobilizimi. Prandaj edhe ky emër, kuptim plot i Allahut te baraka wa taala, është jashtëzakonisht i fuqishëm. Ne gjatë jetës tonë ndonjëherë, inshallah jo shumë herë, e gjejmë veten tonë të burgosum në një farë lloj plagështie. Shiqani vëllezër, e përmenda burgun. Këto burgjet e dunjas, alhamdulillah, na jetojmë në kohë moderne, jetojmë në një kohë, s'paku ne këtu në këtë vendin tonë, të parë tonë kanë pas probleme tjera. Nashta dikush prej familjarëve t'juaj, prej prindve, prej babgjyshave, kur janë konë ato burgjet famkeqe të Serbisë. Por në kohën tonë, nëse njeriu shkel ligjin, shkon në burg, nuk është thash mundet dikush, ndashta në herë prej aty në të burgosrëve me na përcjell, thotë hoq kollaj e kiti me fol, po nuk është
problem shumë i madh. Thojza, po është mungesa e lirisë, po kalon burgu. Ne gjatë jetës mund të përjetojmë do burgje më të rënda se burgjet që janë burgje klasike. Për shembull, burgu i plogështisë. Pasha Allahun, unë kam shumë herë informata për juve, për njerëzve, që thotë hoxbre e kena një djalë në familje, është djali i familjar, akreba, djali ri hoxh me pa, masha Allah, 2 metra i gjatë, i hishëm, të në të mirat, nuk e di që 2 muj dit nuk po del për shpis, është bo kahër nona vetë, baba vetë, krejt familja, është rani farë gjendje të rëndë, shpirtrore, ka një farë lejt depresioni, ka. Ky burgo ma i keq, ky loj burgu. Apo, qka po dhjone nuk po du mu zjeru, qfar do lej gjendje. Prandaj, nëse në rrethanat e tilla, dikush gjindet në kësi momentet sikletshme, emri i bukur i Allahut, Es-Samed, është ilaç. Sa herë ne kena nevojë diku mu strehu. Mos se kupto bukfalisht stre. Sa herë ti ke nevojë, për shembull, një do njerëz sa të hoqën e kanë herë kur po më ngushtohen do punë, kur pikam do të lashe, qoftë tregtar, çka po dhe, do të marr kerin edhe shkoj larg diku, edhe rin ker vetëm elshoj pak Kur'an, ose qka po dijune qëtësona, është një farlej strehe, një farlej qëtësie. Por, subhanallah, me bo mos me qenë të orientum sakt, edhe me bo me pas problem me navigacion, po shprejna pak me këto shprejhjet e kohës tonë moderne. Ne provojmë me gjithë një streh, edhe provojmë me gjithë një vend ku kena mu qetësu, por përfundojmë në një vend të panjohur, i cili nuk na ofron as strehen, as qetësin, as prehjen, as pushimin, as rahatin. Prandaj të dashurët e mi, ky emër i bukur i Allahut dhe i fuqishëm, Es-Samed, është ai emër i Allahut fuqiplot që të gjitha krijesat pa përjashtim kanë nevojë për këtë emër dhe i luten atij. Prandaj, cili është një prej kuptimeve të këtij emri të bukur të Allahut, Es-Samedu, Kul huwallahu ahad, Allahu Samed, një prej kuptimeve të bukura të këtij emri është se çdo krijesë në këtë botë, në këtë gjithësi, i drejtohet dhe i mbështetet për çdo nevojë Allahut. Çdo gjë në këtë botë ka nevojë për të, e Allahu nuk ka nevojë për askënd. Ky është kuptimi, ose ky është një prej kuptimeve të këtij emri. Prandaj unë dhe ti, kur kemi nevojë të arrijmë një fitore, themi o Allah na ndihmo. Kur kemi nevojë të kërkojmë ndihmë dikujt, themi o Allah ndihmën tënde e shpresojmë. Kur ndihemi të friguar, të shqetësuar, themi o Allah na ruaj dhe na mbroj ti prej çdo të keqe, çdo të ligë, ti e mbrojtësi ynë më i miri. Por kur kemi nevojë për mu udhëzu për në një çështje të jetës tonë, e që jemi në një rrugë me shumë drejtime dhe nuk dim cilën rrugë me e marë, themi o Allah na udhëzo në rrugën tënde të drejtë. Të dashurit e mi, jeta tregon, ata që kanë jetu para neve, por edhe ne që deri tani këtu, kush varësisht prej moshës jetën deri këtu kur e kemi jetu, jeta na tregon se dallgët e jetës janë shumë herët pa mëshirshme. Këtu vllazën du me përmend një rregull të jetës shumë më rëndësi, të cilën rregull të jetës e gjejmë në Kur'anin Kerim. Mos harroni që rregull, edhe është mirë që rregull ka pas kohë, nëse keni ndonjë familjar
ose nëse keni ndonjë mik e jaran që kaloni kohë dhe pjesë të jetës me të, duheni sinqerisht bisedoni rreth këtij rregulli të jetës. Cili është rregulli? Njeriu në jetën e kësaj bote i ka dy mundësi. Ose me dëshirën dhe vullnetin e tij të plot më kthy ka Allahu, që kjo është mundësia numër 1. Mundësia numër 2, të kthen Allahu me zor kaj. Allahu Ekber. Edhe një herë vëllazër, mbajini mend këtë rregull të Kur'anit, shumë më rëndësi. Ky rregull i Kur'anit praktikisht në mejdanin e jetës në këtë botë, jeta në këtë botë na ballafaqon në përditshmëri me këtë shembull. Nështë anas mundem me i pa këto shembuj, por në përditshmëri ky shembull ekziston. Njeriu në jetën e kësaj bote i ka dy mundësi. Mundësia e tij e parë është që ai me vullnetin e tij të lirë, me dëshirën e tij të plot, më kthy ka Allahu me dëshirë. Nëse nuk don kështu robi, Allahu ka me kthy kahvetja përkundër dëshirës tij. E kthen Allahu me zor. Qysh e kthen Allahu me zor robin kaj? Nëpërmjet vështirësive. E sprovon Allahu dhul Xhelal. Që unë për ju marr juve një shembull, nështë asjoni prej neve se ka përjetu dhe inshallah kur se përjetojmë, por kjo është një shembull që binem në YouTube sa të dush që tash ki. Me bo me të ndodh, inshallah dikush për juve këto ditë nuk ka shpejt më udhëtu me aeroplan se muj me kriju një farë, mundet më konë ngacmim kjo. Me bo me konë ty udhëtu, edhe për një moment piloti i lajmëron udhëtarët, e kemi një defekt serioz në aeroplan, edhe nuk mundemi me ateru, deri sa këtë defekt po e zojmë, nuk po hapen rotat. Sudia u shpreha mirë. Mundet me ndodhë këtë defekt, ndodhë. Qata njerës aty që jonë në aeroplan duke udhëtu, Allahu inshallah askend se s'provan. A e dini çfarë ndjenja i kanë? Në kur udhëtoni, janë do njerëz që për shkak të punës udhëtojnë, kanë laptopa me vete, kanë mjetet çmueshme, kanë materiale të rëndësishme, projekte, ka punu, varësisht për profesionit. Wallahi si shkon mendja kur mu heq te laptopi, as te projektet, pastaj ka një çantë me veti që mundet me pas vlerë shumë të madhe, gjys milioni euro, jo çanta po materialet, programet, çka i ka, është kontabilist, është programer, çka po diune, tybe i shkon mendja, nëse ka ble në frishopa dhurata, hiq fare si shkon mendja. Ai veç një mendje e ka, Allahu e kthen me zor ka vetja. Gjelle gjelaluhu. E kthen Allahu ka vetja robin. Prandaj vëllezër, dallgat e jetës në këtë botë janë të pamëshirshme. Robi i ka dy mundësi, ose me dëshirën e tij të plot dhe me vullnetin e tij të lirë, më kthy ka Allahu xhalla xhalu. Nëse nuk don këtë të parën, ai me zgjedh e me mbet faqe bardhë, ka me u kurit e Allahu me zor ka me kthy kaj, nëpërmjet sprovave. Dëgjoni një ngjarje që ka ndodhur kohën e pejgamberit alayhis salam. Kjo ngjarje na tregon se si në jetën tonë, shumë herë njerëzit kanë mendime të trubullta, edhe janë të hutum në jetën e tyre. Prandaj ke nevojë për emrin e bukur të Allahut As-Samad, për me ta jap orientimin e duhur. Dëgjoni këtë ngjarje, të cilën e transmeton Imamu Tirmidhi rahimahullah. Hadithi i vërtet. Ka një njeri te pejgamberi alayhis salam e ka pas emrin Husain. Vjen te pejgamberi alayhis salam, pejgamberi më një herë mos i përshëndet, i thot: "O Husain, sa zota i ki?" Që kjo pyetje na doket neve e çuditshme. Çka i merr mendja çet pyetja bën me bon kohën ton? Parimisht alhamdulillah, ne e dim të gjithë njerëzit tonë besojnë në Zot te baraka wa taala. Praktikisht pasha Zotin jo.
Ai nuk thotë unë kam më shumë se 20, po praktikisht ai e ka gabimin, besimin e ka të gabum. I tha Husain, sa zot ai ki? Tha i kam 7, 6 në tokë, 1 në qiell. Qëra pejgamberi që ka shnosh këtë njeri të smut. Kjo smundje. Me boks, kjo smundja me rundja. Edhe me rund se kanceri. Me pas kësi besimi, kjo është smundje me rund se sa kanceri. Pejgamberi e shnoshi ka dale, sallallahu alaihi wasallam. Mjeshtri më i madhin kosmos. I tha, kur je i friksuar dhe kur je në siklet, pe këty në 7 zotëve, cilin e zgjidhe dhe koni lut, tha ato që e konë në qiell, këta 6 në tokë, këta nuk i luti. Tha po kur ki ndaj dëshirë, ku i drejtosh? Tha ati në qiell, jo këty në tokë. Tha, lej tha këta në tokë, e drejtoj ati në qiell se këta në tokë s'dvin kur gjo. Allahu ekber. E shnoshi pejgamberi sa. E shnoshi. Pse e përmenda këtë shembull? Se shiqoni sa thjesht pejgamberi e ka shëru këtë njeri. Ky shembull na tregon se rruga e besimit të drejtë. Keni parasysh, tu mbajni mend edhe një send. Kur përmendet besimi në Allahun një, edhe të folni me të tjerët, mos thuni besimin në Zot. Është e mongët, nuk ka komplet, nuk kësan është. Po duhet të thuani besimi i drejt në Zotin. Me thonë besimi në Zot në rregulla, po nuk o të mënë. Se ka plot që besojnë në Zotin, po ka plot edhe që i kanë, si ky Husajni, ka 5-6 Zot në tjerë. Po ne duhet të mësojmë të tjerët dhe duhet të mësohet veshje i të tjerëve besimi i drejt në Zotin. Se besimi i drejt në Zotin një është. E këto besime tjera në Zotin njën shumë. Si Husajni, tha 7 Zot në i kam, 6 në tokë, 1 në qiell. Pejgamberi ka thënë, tha këta në tokë s'dvin kur gjo. Tani këta në tokë, a janë pej gurit, a janë pej drunit, a varr, a dru, a lis, a shpell, a janë toja, a plastik, a heker. Kjo e sa më rëndësi. Po s'dvin kur gjo këta. A i në qiellat e nalt, a i dvin për gjithmonë. Tebaraka wa taala. Këtë shembull e kanë përmendur ulemaja për me tregu se rruga e besimit në Allahun një tebaraka wa taala është e lehtë vllazën. Rruga e në besimin e drejt në Allahun një është e thjesht. S'ka nevojë me shku në shkollë, s'ka nevojë me lexu shumë libra, as të filozofisë, as me dhonën e 100 vjet, që 10 vjet po lexoj, e kom lexu këtë libër, hala kom dilema, hala është më kujtu këtu një ngjarje në historinë islame. Ka qenë një dietar shumë i madh në historinë islame. Ju e dini sa ulema, sa dietar kemi pas, kur ka dalë ai rrugës, janë mbledh ka 300 njerëz të shku mrapa. Kur o dalë pej xhamis, kur o shku te xhamia, ty shku njerëz të mrapa, ty e vet, që kjo punë që është, që kjo mesele, që ky ajet, që është, që ky hadith. Edhe po kalon një ditë 200-300 njerëz, një plak o ndal, një plak, një lokë e jona, o ndal edhe pikëshyr, a din seri pikëshyr, Allah. Edhe tash kalun ata tube madhe e ndalin jone për atën edhe. O djali em tha, çka ka bëva kia, çka ka ndodh? Ata i than, oj gjyshe, aspedina, kjo filon hoxha, filon alimi, ky a din sa argumente me bo me pyet për rrugën e Zotit edhe për besimin e drejt, ti bjen 100 argumente. Ky është kaq i fortë, argumentet e tij janë kështu edhe kështu edhe kështu edhe kështu edhe kështu. Ai plaka e nisi me kesha. Sa të pa meqëm kokët ju. Tha, dikush për me besu Zotin drejt, duhet që ka shumë më ull e me mendu, e mi a përmen të këto argumente, ku sa të pa meqëm kokët ju, haj me det për ju. Që ka tha plaka? Se rruga e besimit drejt është e letë. Tha, a nuk e ke pa, tha, bybrecin, tha, veç me këshyr bybreci që është levize, ka shkone që ka bënd të tregon rrugën e Allahut të baraka wa taala. E këtu po vim të ajeti An'am 91, ku Allahu të baraka wa taala thot një pjesë ajetit, Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Thuaj shpëtimin, qetësinë, udhëzimin e gjej tek Allahu Zoti im, e ti leri ata në gënjeshtrat e tyre
kënaqen. Kopalla, adin, vjen kesh me thonë kështu, po kështu ta duhet ta them, që thënë, ta kom thonë, për të rritë ta kom gjujtë. Krejt muhabetet në dunja janë kopalla për pas rrugës drejt ndaj Allahut te bareke ve taala. Kur flasim për besimin e drejtë në Zotin një te bareke ve taala, krejt muhabetet tjera kush ka thot, un kam lexuar këtë libër, kjo shkollë, kjo ideologji, kjo filozofie, filan libri, filan dietari, krejt kopalla iki, hiç. Krejt. A bashkë çto hoxha? Bashkë çto. Dhe mira shkurt. Mos me zgat tash muhabetin, se e plaka. Mos ma zgat shumë, s'ka nevojë. Krejt kopalla janë. Kulillah, ajeti 91 An'am, thuaj, tek Allahu e gjej qetësinë, shpëtimin, udhëzimin në të dy, në këtë botën tjetër. Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Mos merr me ta o Muhammed, lejnë gënjeshtrat edhe në kopallat e tyre, ata të kënaqen. Lej. Po don me thi kryt, Zoti ndihmoft. Inshallah Zoti e kthen rrugë drejt. Na lutemi, nuk don, le e ka zgjedh me thi kryt, le ta thën kryt. Në dunja kollaj është, po atje kur thejet kryt, atje o problem. Allahu na ruajt prej zjarrit të xhehenemit. Prandaj vllazën, sot kohën tonë moderne, se na mbeten 2 minuta, kemi mundësi me pa në perëndim, në Evropë, në Amerikë, jo musliman, jo besimtar, qysh për ulën para Kur'anit dhe fjalës Allahut, pash Allahun e kompani amerikan. Aq shumë e kish mbërthy Kur'ani, e kish pushtu Kur'ani, hini online YouTube, e kish marr Kur'anin në gjuhën angleze, filloj ke me kajt, filloj ke me i thirr shoqërinë amerikane, thoj ke këtu është shpëtimi, as bab gjysh, as gjysh, as katra gjysh, kur shahadetin s'kan di çka është. Po e kish pushtu Kur'ani Allahut, fjala Allahut pushton në vërtetat e Kuranit. Prandaj rruga e besimit të vëllezër, s'kemi nevojë me komplikuar, është e lehtë, shumë e thjeshtë është. Edhe një që lidhet me emrin e bukur të Allahut, As-Samad, që gjitha krijesat kanë nevojë për të, i luten, i mbështeten, i kthehen atij në çdo nevojë të tyre. Jeta jon ndonjëherë na bën me haru Allahun waliyadhu billah. Por tham edhe një herë ta përsëriti. Zgjidhe rrugën e duhur edhe rrugën e faqebardhësisë e ktheu tek Allahu me dëshirë e me vullnet. Mos lejo me të kthy Allahu përkundër dëshirës tonë, me zor të kthen Allahu. Ibn Taymi rahimahullah, me çto edhe një shembull do më përmend dhe po përmbyllim, e ka përmend një rregull shumë interesant. Thot Allahu dhul Jalal ndonjëherë njeriu në këtë botë e godit me një sprovë, edhe ai i lutet Allahut fort me ia largu Allahu atë sprovë. Dhe Allahu dhul Jalal e din me urtësinë e tij se Allahu ka mëshirë për ne më shumë se sa ne për veten tonë, e më shumë se sa nanat tona për ne që e kanë mëshirën edhe dhëmshurinë për ne. Kur Allahu do në largon sprovën, thot Ibn Taymiye, i largot sprova robit, por robi nuk mundet më nda prej duas dhe prej kënaqësisë e vazhdon duan. Ndëgjoni shembullin praktik që saj rregullit që ka përmendim Ibn Taymiye. E një familjen pej, para 2 viteve, e sprovoi Allahu atë familje shumë me një sprovë dunjas të rëndë shumë. S'po flas më shumë, vetë që ka që po e lo. Shumë e sprovoi Allahu atë familje, një familje fisnike. Mërahi se në mesin e do hoxhallarëve edhe mu me jep një kontribut të vogël pranë kësaj familje. A din çka më ka thonë i Zoti i shtëpisë, masi Allahu i ndihmoi edhe u lirun prej asaj belaje. 6 muaj ditë kanë pas një sprovë shumë të madhe krejt familja. Shumë të lashe. Masi e kuptova unë me do hoxhallar që elhamdulillah Allahu i çliroi, ka ardhi Zoti i shtëpisë edhe më ka thonë, e falenderoj Allahun unë, gruaja jeme, fëmijët e mi, jena të e falendru Allahun panda që Allahu na zgjodhi neve e na sprovoi, ishim kon komplet në gjumë, jena këfill hoxh,
nuk ka antan familje që namazin nuk i në falë edhe ma heret. Po e këshin pas një falë loj klapia. A dini që klapi? Unë ka kap klapia. Kësh në gjami ty bez 10 minuta, fillim e kom di hoxhën që ka thonë, mos di që ka di, kish kap një farë klapije. Kish pas kap një farë klapije ata. Pse ata e din vetë? Tha hoxhë, në shtëpinë tonë i madh e i vogël nuk e lëshon Kur'anin pej dore. Mu kujtu mu që kjo fjala e madhe e këti burri edhe këto regula. Të këthen Allahu, s'ki dasht mu këthyta Allahu me dëshire, me vullnet, me zarë të këthen Allahu. A do të këthen, dojnë koktrash. Qieli, mi ura, mbi kokë nuk dojnë mu këthyta Allahu. E ka përmend Allahu dhul gjiral këtë shamu në Kur'an. Thotë si kurse disa njerëzve, t'ju jepim mundësin në përmjet shkallave të ngritën në qiell, prap nuk kanë me besu Allahun dhul gjelal. Adin dojnë kokë të pitum, adin. A keni me thonë, e kom një thikë po e kom të pitme. Thika mu të pit e qanë taj gorani atje, ta mbreja i, mjeshtri aty në qashit gatë, thikën. Ama me pas mendjen të pit ma problem. Mendje të pitëm është problem më kunë. Për ndaj vlasët e mi dashur, kjo është emri i bukur i Allahut As-Samad. Këto janë kuptimet dhe do me thanët ka hala shumë kuptime. Nëse e ki busullën e zemrës sakt, e ki programu mirë, ki me e gjithë Allahun të baraka wa ta'ala shumë letë e shumë thjeshtë. Nëse busulla e zemrës tu ka qërodit, ka nevoj me ja bo një update, sa ma shpejt për ditësaje formatizo busullën e zemrës. Kër e ki busullën e zemrës, kjo busulla e zemrës është sakte dhe e drejt, që ka thotë Allah në Kur'an me këto për përmbylli, fa ejnëma të wallu, fa thamma wajhullah. Kudo që jeni, kur do që i këtheni Allahut, busulla e zemrës është sakt, ki me gjithë Allahun. Kudo dhe kurdo. Kudo që je edhe kurdo. Nuk e ki busullën sakt, shkojnë hoq krejt. Mos harat të regimin e Husajnit. Sa Zot në i ki, tha pejgamberi. Tha 7, 6 tokë një në qelë. Kur tu të shkone lut, tha ato në qelë. Po kur kina i dëshirë, kone lut, ato në qelë. Tha lej këta në tokë, vazhdo me ato në qelë. Këta në tokë zdvin gjo. Kështu i tha pejgamberi. Sa bukur, shumë i thjesht, që pejgamberi, qfar dersi? 5 fjallë. Ja ka zoj rrugën. Që rruga gjennetit? Që do në me vazhdu? Atëherë mirë për ty. Allahu ju ruajt, vazër.